i maj vitit 1413, kur një nga princit e Kastriotëve doli para ushtrisë turke për një sër luftime të ashpra. Të gjitha ata familje shqiptarësh të cilët u thyen duke lënë pas në shkallë të matit një pjesë të rëndësishme të asaj që ka kishin në identitet, erdhën dhe u vendosën si familjet e para arbëreshe pikërisht në Mezzojuzo. Në Mezzojuzo ka udhëtuar edhe Çamiko, këtë të premte për t'ju rrëfyer një histori shumë të bukur që nis me Matteo Mandalan, por që pa diskutim i ofron brezave të tëra një histori të bukur të asaj që ne e quajmë gjuhën arbëreshe apo kulturën që duhet bashkë me një qëndres të fortë ta tregojmë edhe ta ruajmë ashtu sikurse kanë bërë këta për 600 vite. Na ndiqni. Profesor, faleminderit shumë dhe është një kënaqësi shumë e madhe që ne të takohemi së bashku në Mezzojuzo. Pse pikërisht në këtë vend, pse do duhej unë nga Tirana zyrtare, si thuash, dhe ju nga vjetra katunde ose hora arbëreshe të zgjidhni pikërisht të vend për të takuar bashkë, por njëkohësisht edhe për të prezantuar veprën tuaj të re. Arsyeja është pikërisht libri që po përdherni me ai dashuri, sepse autori ishte një prift bizantin nga fshati Munzivci, lindi këtu në fund të shekullit 17 dhe këtu ka vdekur në fund të shekullit 18. Ka qenë prift jo i zakonshëm, sepse përveç aktivitetit të tij baritor, kishte synimin që të linte një trashëgimi kulturore në gjuhën anëtare që ai kishte mësuar nga familja dhe që pretendonte ose dëshironte që edhe brezat e ardhshme të vazhdonin të ruanin. Domethënë gjuhën arbëreshe. Munzivci është një nga fshatrat, 5 fshatrat më të vjetra të Sicilisë, me prejardhje arbëreshe. Është themeluar në fillim të shekullit 16, nga grupe familjesh të shkultura nga dy fshatra të tjera që ishin themeluar kohë më përpara, domethënë Palazzo Adriano, Pagazzi, siç e quajmë neve, dhe Hore Arbëreshve, Piana degli Albanesi. Dhe këtu u formua një komunitet shumë interesant, te ku bashkëjetuan për një kohë relativisht të gjatë, di shekuj, të folme arbëreshe shumë interesante, që kishin zhvilluar tipare gramatikore, fonetike edhe morfosintaktike të veçanta. Këto tipare sot ne kemi të dëshmuara të libri që na ka lënë në dorëshkrim papas Nikola Filja. Dorëshkrimi quhet Kodiku i Keutit, Codice Keutino, sepse është zbuluar në Keuti, një fshat arbëresh që është në afër Campobassos, në zonën në veri, ku Filja ka qenë emëruar si prift në kishën e Shëngjerdhit. Ai ka ushtruar shërbimet fetare atje, atje u vendos edhe një pjesë familjes së tij, një vlla, i nipi të cilit, djali të vllait, Andrea Dara, do të vazhdonte, do të trashëgonte rolin e kryepriftit që kishte i Ungli, si e themi ne, i Ungi. Edhe pastaj ki dorëshkrim që në fakt është aftuar tu në Mezzojuzo kur Nikol Filja u kthie në vendbanimin e lindjes, e mori i nipi dhe e çoi në Keuti, ku pastaj u zbulua në fillim të shekullit të kaluar nga një studiues arbëresh, një albanolog, që ishte Michel Martianoi, i cili pa ditur historinë e dorëshkrimit e ka quajtur Codice Keutino, dhe kështu i mbeti emri. Edhe unë desha ta respektoja, ta quaja Kodiku i Keutit, sepse nëpërmjet emërtimit Keuti ne kemi mundësinë të rindërtojmë edhe lidhjet që kanë bashkuar gjithmonë komunitetet arbëreshe, edhe kur to lidhje nuk ishin të dukshme, të dokumentuara.
është shkruar diku ose është hartuar në një farë mënyre rreth 1736-ës? Fillon nga, datimet janë të ndryshme që ruhen të doshkrimi. Datimi më i vjetër është 1736, por pasaj ka një 39 edhe një më i vonshëm. Ka ndryshuar gjuha arbëreshe me atë që... Patjetër që ka ndryshuar kjo, bile kjo e formja e mezzojusos e mundësifësit u zhduk, humbe, nuk ekziston më. Ekziston fal materialet që na ka lënë Nikol Filja. Dhe dalimet janë aq të pakta, duhet bërë një analizë krahasuese nga dëshmit që kemi bashkose me periudhën e kodikut të Qeutit, ose edhe diakronike duke marrë parasysh gjendjen e sotme të formeve arbëreshe siciliane, nuk i se ka dalime aq të theksuara. Interesant është fakti që vërtetohet për çdo gjuhë, domethënë koha kalon për njerëzit, ne lindim fëmijë, rritemi dhe pastaj mblakemi. E kështu gjuhët janë njësoj. Kur janë organizma të gjalla, kanë një zhvillim të brendshëm që mund të rrezikojë edhe jetën. Domethënë mund të arrijë momenti kur gjuhët bëhen të rrezikshme për jetën e tyre dhe mund të vdesin. Pa diskutim. Si ra si thua në dorën tuaj, si studiuar? Duhet të përmend profesor Francesco Altimarin, mikun dhe kolegun tim të dashur, i cili në vitet 90-91, domethënë po flasim para 35 vitesh, mu në fillim të karrierës time universitare, më propozoj të merresha me doshkimin e Qeutit, me il Codice Queutino. Sepse në bibliotekën humanistike të Kosensës, të Kalabrisë, në Universitetin e Kalabrisë, ruhej një fotokopje, një ksenografi si e quhen ju. Kur ashtu e quhej, të kodikut që kishte lënë atje Giuseppe Gangale. Giuseppe Gangale ka qenë një studiues me prejardhje kalabrese, që studioi shumë gjatë të formet arbëreshe, sidomos në Kalabria, ishte nga Ciro Marina, ishte një kalabres, nuk ishte arbëresh, po fliste arbërisht në mënyrë të shkëlqyer, dhe krijoi një shkollë për mirëmbajtjen e gjuhës arbëreshe në arealin e Catanzarës së ato zonat atje. Edhe mblodhi materiale dorëshkrime, vinte në Sicili, blinte, i merrte dhurat, edhe i çoi në Kopenhagen, ku sot ndodhet një nga fondet burimore më të rëndësishme për kulturën mbarshkiptare, jo vetëm arbëreshe, mbarshkiptare. Dhe aty kishte çoi edhe të kopje që kishte i bërë origjinali që ruhej në Torino. Në Torino pranë familjes së të ndjerit profesor Namik Resullit. Namik Resulli nuk dihet si hiri në gjetit të doshkim, nuk e di si e gjeti. E gjeti i ruante në shtëpi. Kjo fotokopje që ruhej në bibliotekën e Universitetit të Kalabrisë ishte dëshmi e vetme që na kishte mbetur, se nuk dihet gjë për origjinal. Dhe kur profesor Altimari më propozoi të merresha me studimin e kësaj vepre, me të vërtet pata një ndrojtje se nuk isha shumë fort i sigurt që mund të arrija t'i dilja se gjithsesi ishte një kopje e. Po nuk është vetëm kjo se kish variantë italisht, se duhet të shikoj variantën. Duhet të shkoj deri në Tiranë. Është një variant akoma mi plot. Dhe duke studiuar aty me të vërtet, jo vetëm si studiues, por edhe si arbëresh, e kuptova sa rrezikonte kultura ime, kultura anëtare ime, në momentin kur zhduken gjuhët, zhduket kujtesa dhe zhduket tradita. Çfarë ju mban në këtë mision çdo ditë? Kjo që po thash. Domethënë njeriu që nuk ka idenë e identitetit të vet, që nuk ka kujtesën e traditës, ku historinë, origjinën, është është si një zombi, si ta them, një kufon që jetë shumë pa ditur se kush është. Sot kemi goxha nga këto, po të shikosh të rinjtë të reja, nuk e kanë vetëm për të rinjtë të reja, por ata që nuk kanë kulturën e prejardhjes, është një gjë me të vërtet katastrofal. Por më keq është akoma kur të
munges kujtese e mbushim me gjëra falso, me gënjeshtër. Kjo është më keq se ajo tjetër. Se shtrëmbron Kështu që, domethënë, kërkimi shkencor më ka ndihmuar nga njëra anë të gjurmoj të vërtetën, nga ana tjetër të plotësoj ato kërkesa që unë personalisht kam si pyetje thelbësore, ontologjike, që më mbushin edhe mënyrën e të jetuarit. Kjo është edhe një nga ato mësime që pata nga familja ime, por u bë edhe një detyrim ndaj familjes time, domethënë trashëgimtarëve të me, që janë 2 fëmijë, 2 djem. 2 djem të rritur, njëri është antropolog, tjetri tani po studion gjuhë, për gjuhësi, por nuk janë vetëm ata fëmijët e mi. Fëmijët e mi janë edhe Gjithë studentët. Studentët, sot tu kishëm disa nga ta studentë, nga Mezzojuso, nga Mëltivse, edhe më bën qefin me të vërtet se ta që nuk flasin më arabisht, kanë dëshirë të dinë, të mësojnë, e të bëjmë diçka për fshatin e tij. Pse të gjitha dëshmitë që ne kemi aktualisht janë dëshmi që e sjellin gjuhën shqipe ose edhe tek arbreshët në formën e besimit. Pra edhe formula jonë e pagëzimit është një ndër të parat e shkruara në gjuhën shqipe. Po. Pse kjo lidhje e gjuhës me atë që është religjioze, si thuash? Është lidhur me kulturën e epokës. Ne flasim për një periudhë aty në kalimin nga humanizmi deri në periudhën e rilindjes së Rinascimentos. Domethënë e epokës moderne. Jemi në periudhën kur edhe Kisha Katolike dhe nën presionin që i vinte nga këto tendenca eretike ose protestante, deshit të zhvillonte një kulturë më popullore se sa ishte ajo më pasur. Para kishte ishte elitare, përdorin latinishtën si gjuhë zyrtare, vazhdojnë e përdorin edhe sot në Kishë, por latinishtja ishte vetëm për një grup elitar njerëzish, nuk ishte për popull. Ajo që po përmendet ju tani me formulën e pagëzimit, është pothuaj një rastësi. Në kuptimin që për të lënë gjurmë të një përthimi gjuhësor, të një formule që ishte vendimtare për traditën e krishterë, Palëngjëli vendosi ta përthente nga latinishtja në Shqip. Dhe mbetet si një relikt. Jemi më së të sigurt që kishte një traditë shkrimore të gjuhës shqipe edhe më herët. Edhe Marin Barleti përmend për shembull traditën e Rosafës për shembull, po në gjuhën tonë amtare. Me siguri do të kemi pasur edhe në ambiente të tjera, jo vetëm të Ballkanit, por edhe në Itali ku ishin vendosur arbëresh gjuhën të përdorimit të gjuhës së shkruar. Nuk na ka mbërritur asgjë. Por kjo nuk do më thënë gjë, se dëshmia me rëndësishme është gjuha e folur. Dhe fakti që arbreshët kishin mbërritur tujt, që nga mesi i shekullit 15 në Itali. Dhe këta, jo vetëm që e flisnin arbërishtën e tyre, por e kanë trashëguar, ja kanë dhënë si dhurat brezave të ardhmet, ne sot tu flasim arbërisht. Në arbërishtja jonë është ajo që fliste Skënderbeu. Dhe është një gjë fantastike. I sikur një italian të dëgjonte të flisnin italishtën e Dante Alighieri. Domethënë është diçka emocionuese patjetër, por është edhe një thesar që duhet mbrojtur me të çdo kusht. Atë që ne si katedrë universitare përpiqemi të bëjmë, është ajo që profesor Altimari quhen me të drejtë la terza missione, domethënë është një angazhim që i shtohet detyrimeve tona profesionale dhe institucionale. Se në një katedrë tjetër, ja ta zëm të gjermanishtes, të slavishtes, o tjerë, nuk e kanë të problem që kemi ne, të jemi afër komunitetit, ta ndihmojmë që të mirëmbaj gjuhën, të vazhdojmë traditën e kulturës vendase. Dhe këto janë disa herë detyrime që nuk arrim t'i mbushim, t'i përmbushim si që duam, si që dëshirojmë, sepse nuk kemi mjetët. Po të kishim mjetët, do t'ishte ndryshe. Do t'ishte mirë për shembull që edhe shteti shqiptar të na ndihmonte, kemi pasur ndonjë po kjo është një lutje shumë modeste, shumë
se na duhet me të vërtet kjo mbështetje. Pa diskutim dhe le të jetë kjo intervistë edhe si një lloj thirrje për të ngritur zërin edhe për të kërkuar ato që ju e meritoni. Në fakt se është një merit shumë e madhe që ju e keni ruajtur pikërisht të gjuhën e Skënderbeut. Para se të vija këtu, komunikoja me profesor Bashkim Kuçukun, një profesor të cilin unë e kam pasur pedagog në... Të cilin respektoj jashtëzakonisht. Dhe më tha të pyes, nëse ngjan shqipja e Arvanitas dhe shqipja e Çamve me atë që gjen sot tek Arbreshët, ai kur vjen këtu, pa diskutim që e gjen ngjashmëri. Në këndvështrimin tuaj, është e ngjashme? Po historikisht janë gjuhë ose dialekte që janë formuar me të njëjtin brum gjuhësor. Arbreshët, me siguri Arbreshët janë vendosur në Siçili, por edhe në Italinë e Jugut, ka një prejardhje nga jugu i Ballkanit, nga pjesa më juglindor, më jugore të gadishurit ballkanik. Sigurisht nga Moreja. Dhe fakti që shumë toponime në More, por edhe në pjesën më veriore dhe në pjesën kontinentale ta quajmë këtu, deri në zonën e Bregdetit, Vllorës edhe Imarës, ruajnë toponime që janë mbiemra që sot e kësaj dite janë të gjalla në komunitetet tona, tregojnë edhe prejardhjen. Kështu që midis labëve, çamëve, edhe ata që ne quajmë Arvanit, kanë lidhje me Arbreshët. Në kuptimin që historikisht ka këto lidhje që tregojnë një prejardhje sigurt. Por njëkohësisht duhet thënë që secili dialekt ka pasur një zhvillim të brendshëm që i ka larguar. Kështu që unë mund të them që ne kemi sot trajta që janë të ngjashme me trajtat arvanitase. Pastaj, nëse flasim për gramatikën e gjuhës shqipe ose për trajtat të gjuhës shqipe, të dialektit shqip që ne flasim ose arbresh, janë të njëjta, nuk ka dallime. Tu problemi është tjetër. Është fakti pse nuk kuptohen ata që flasin arbrishten me ata që flasin gegërishten. Edhe këtu dua t'i përgënjeshtroj këta, sepse Shqipja në periudhën kur janë larguar arbreshët ishte shumë më bashkuar se sa që është sot. Për shembull. Nuk kanë pasur disa variante ose dialekte? Janë ato variante dialektore që pasaj i kanë larguar dialekte njëri ka tjetrin. Janë larguar edhe toskërishtja nga gegërishtja. Por, titulli i veprës së Lek Matrangës e mësuame e kështë. Kur unë kam prezentuar librin në Shqipëri, botimi i parë ishte 2004-s. Më tha, po si ishte mundu, po flisni gegërisht atëherë, se mësua me bëndet. Jo, sepse ne ruajmë trajta që janë tipike të dialektit geg, e që sot janë zhdukur në toskërishte. Do më thënë, ne jemi më konservativ se sa duke. Shumë e vërtet. Për shembull, dami është edhe të kuptimit semantik. Kur unë thomë, është i bluam ose i bluar, i kam të dia, është i martuam o i martuar. Janë di koncepte krejt të ndryshëm. I martuam tregon një proces. I martuar një fakt. Përdoren të dyja variantet. Tani, sidomos gjeneratat më të reja i humbasin, nuk e kanë të qartë, po i kemi një përdorim të dyja. Për shembull, futuri i famshëm. Ka kem, ka të kem, ose do të kem, i kem të dia. I kemi të dia. Me një dallim edhe këtu semantik shumë interesant. Edhe do me thënë edhe gjuha arbëreshe, besoj që ndryshon nga hora në mbikatund. Ju dëgjova në ligjërimin tuaj gjatë prezantimit të veprës që duhet kemi kujdes edhe kur flasim për mbikatund dhe në anën tjetër në horë. Është një dallim që ka bërë që profesori francez, indjeri profesor Alain Dusselier, të cilit i duhet njohur merita e madhe që na ka sqaruar shumë periudhën më të errët të historisë së popullit arbëror.
mesjetën e hershme. Dhe ai thoshte ka një dalim midis vendeve ku përdoret fjala hor për treguar fshatin ku një jeton nga fjati katun. Katun është fjala me vjetër dhe me përhapur dhe tregonte një nivel zhvillimi më të ulët me krahasim me horin. Hora ishte qyteti par excellence. Nëse Katundi është një fshat që normalisht ku banonin njerëz nomad, që lëviznin vazhdimisht, kështu që nuk ishin të përqendruar. Hora ishte vendi ku ishin të stabilizuar. Këtu në fshatrat arbëreshe, nga dëshmit që kisha unë, të gjithë quheshin Hora. Kështu në Kalabri ka vende ku quhet Hora, ka vende ku quhen Katun. Ka një dalim semantik shumë interesant. Është si zona urbane me zonën rurale. Një zonë urbane me një zonë rurale, ja, tamam, ta themi kështu. Një zona metropolitane nga një zonë tjetër. Dhe tani kur mora vesh se te një fshat si Qe, ku gjuha nuk flitet më prej 200 vjetësh, më zbulojnë to relikte që dalin, janë fantastike. Se ka një zonë tu që quhet Bikatun. Është një lajm shumë interesant për mua që merrem me këto probleme. E jam I sigurt që faltire projekteve që ne po realizojmë, do të dalin gjëra të tjera që akoma ne nuk I njohim e që do na ndriçojnë shumë historinë e fshatëve. Sepse përveç lidhjeve të ngushta që, siç thash më përpara, ekzistonin edhe kur nuk kishin dëshmi, përveç kësaj kemi edhe dëshminë e faktit që këto popullsi dikur ishin një komunitet që ndante ndjenja, kulturë dhe kujtime të përbashkëta. Sa I gëzuar jeni që në Raj sot ka një transmetim të dedikuar për gjuhën arbëreshe. Është një arritje, patjetër një sukses që duhet përgëzuar dhe I duhet njohur të ndjerit Mario Brunetti Merita. Mario Brunetti ka qenë frymëzuesi I ligjit 482 që mbron pakicat gjuhësore në Itali. Ishte një arbëresh nga Platani, tani po organizohet në Kalabri një ditë përkujtimore për ndeft të Mario Brunettit, dhe ka qenë merita e tij edhe për themelimin e një shoqate, Nuova Arbëria, ku unë jam pjesë bashkë me profesor Altimari, bashkë me Nikola Bavasun, që është një nga gazetari, ndoshta gazetari kryesor që drejton të emisione televizive dhe radiofonike, që arritën të që rezultat. Do më thënë që Kalabria ka më në fund edhe emisione në gjuhën arbëreshe, për arbëreshën në gjuhën arbëreshe. Është një arritje që mund të na ndihmojë edhe për mirëmbajtjen e dialekteve në fshatra të ndryshme. Ne kemi një projekt me profesor Altimarin, kemi një ide, do ta diskutojmë, do ta zhvillojmë, duam ndihmën edhe e kolegëve shqiptar, por fakti që sot kjo arritje është vetëm në Kalabri na tregon edhe dështimet që ka pasur ligji 482, sepse janë 7 krahina në Itali që kanë pakica gjuhësore arbishfolse. Dhe është pamundur që të tjerat 6 nuk përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë që bëri Rai në Kalabri. Më duhet të ndaj një mendim tjetër me ju profesor, edhe në lidhje me ata që e mirë presin një kulturë tjetër, siç është Italia në këtë rast. Është shumë e vështirë që në rastin e Greqisë të mundet arvanitasit të kenë të njëjtën qasje ndaj gjuhës së tyre, por e flasin aty në shtëpinë e tyre, në çatinë e tyre. Unë mendoj që ju keni bërë shumë, edhe atëherë kur Shqipëria ishte si thua e izoluar, edhe ju nuk keni pasur kurfar ndihme nga ajo Shqipëria e diktaturës, dhe mendoj që ju nuk keni dorëzuar asnjëherë, dhe mendoj që këto arritje I meritoni plotësisht. Pa diskutim, do të doni të ishit në të gjitha komunat një lloj edhe të kishit të njëjtat arritje siç është aty. Po dua t'ju pyes edhe për këtë kulturën pritse. Se nëse ne e kemi arbërishtën, një krenari që e diskutojmë edhe në Shqipërinë e sotme të lirë,
I kemi edhe për shkak të kësaj kulture që na priti dhe që pa diskutim ishte shumë mikpritës, apo jo? Pa diskutim, Italia ka qenë një vend me të vërtet i mrekullueshëm nga kjo pikpamje. Duhet pare edhe nga pikpamje historike, se ka edhe këtu disa arsye që duhen kontestualizuar, sepse përndryshe nuk kuptohet thelbi i një fenomeni që me të vërtet e me të drejt Pier Paolo Pasolini ka përshkruar si një mrekulli antropologjike. Si është e mundur pas 5-6 shekuj që një komunitet periferik, si që janë Arbëreshët, se në fund jemi në periferi, të kenë arritur të ruajnë edhe të trashëgojnë të pasuri kulturore. Në fakt, kushtet e emigracionit arbëresh ishin kushte të veçanta, sepse kanë ardhur këtu në Italinë e Jugut, kur Italia e Jugut ishte mboshatisur. Kishte nevojë për krahë pune, kishte nevojë për një integrim të shpejt edhe të sigurt të këtyre komuniteteve, dhe njëkohësisht ata qifligar që i dhanë mundësinë të integroheshin arbëreshët, u dhanë arbëreshëve edhe mundësinë që të ruanin ato tipare. Kjo në fillim ka qenë si një gjë e mirëpritur. Për arsye edhe politike, fetare, jo luftëtare. Nga ana tjetër, sidomos par Koncilit të Trentos, filloi një lindjen konfliktet e para, fetare. Dhe arbëreshët u munduan të mbronin përkatësinë e tyre fetare, e para duke rishkruar historinë e vetë. Kam bërë një invencio, atë që Hobsbawm ka quajtur l'invenzione della tradizione, do të thënë ka krijuar një traditë që nuk ekzistonte, ka rishkruar historinë, ka zbuluar mite. Ne akoma nuk e bëjmë këtë në Tiranë. Jo, kjo është. Ne akoma nuk kemi arritur të bëjmë këtë në Tiranë. Ne arritëm të krijonim mitin e Skënderbeut. Mitin, jo Skënderbeu, se arbëreshët Skënderbeu nuk e njohën në realitet. E kanë njohur tu fal librit të Marin Barletit. Dhe tu i duhet njohur merita e para Falëngjelit, e dita Marin Barletit, që me të drejtë miku im dhe kolegu im i dashur Aurel Plasari ka quajtur baba historik i Skënderbeut. Marin Barleti ishte ai që ka krijuar, i ka ringjallur emrin e Skënderbeut. Arbëreshët e kapën me një herë, e që nga botimi i historisë jetës së Skënderbeut, ata u përfituan nga kjo figurë dhe e kanë krijuar mitin e këtij heroi. Të rikrijosh një traditë, domethënë që duhet ta mbushish edhe me vlera. E vlera, një nga këto vlera përveç fes, ishte edhe gjuhë. Dhe aty filloi ajo traditë e gjuhës shkripe, e gjuhës arbëreshe, që duhej dokumentuar, duhej shkruar. Lek Matranga në fund shekullit 16 shkruan e boton Dottrina Cristiana, që e mësoi me krishterë. E bëri fal mbështetjes që pati nga një kardinal italian, që duke synuar që të kishte marrëdhënie edhe me Ballkanin, që ishte nën sundimin Osman, u përpoj të ndërmonte ta arbëresh. E kështu me radhë, pastaj filja, pastaj të tjerë. Lindi ajo lëvizje, që me të drejtë kemi quajtur bashkë me profesor Altimani, bashkë me profesor Shaban Sinanin, një rilindje para rilindjes. Faktet historike, faktet kulturore, nuk janë këpurdha që lindin pas një rëbeshi shiu. Faktet kulturore kanë një fazë inkubacioni që kërkon kohë, mundim, edhe duhet ushkimi krijesor, duhet prodhimi kulturor, mendoj. Tu kanë lindur të gjëra. Kushërinë tanë, si që i quajmë Arvanitas, nuk e patën të mundësi. Pse nuk e patën? Sepse Greqia nuk ishte në kushtet që ishte Italia, sepse Italia ishte një minjerë që prodhonte kulturë. Arbëreshët u futën brenda sistemit italian, përfituan nga ato zhvillime kulturore që Italia në fazën e Rinascimentos edhe pas kishte, edhe aty arritën të krijonin një traditë që e bëdhen të vetën. Krijuan shkollat, kolegjet, institute, aty u formuan elitat kulturore arbëreshe që pastaj prodhuan kulturë. As në Greqinë e Jugut, as në Greqi, sepse nuk ekzistonin, as Greqia nuk ekzistonin. Ishin në sundimin Osman. Për shembull, nuk ishte ditur që seminari arbëresh që themeloi Adjer Guxeta
në fillim shekullit 18, i dha një kontribut të shkëlqyer filohelenizmit. Idetë e filohelenizmit lindën pjesërisht edhe këtu në Itali. E arbreshët kanë qenë nga kontributorët të parë, duke bërë refleksione me identitetin arbresh, i dhanë edhe grekëve, që të reflektojnë. To nuk janë të ditura. Unë i kam botuar disa shkrime, disa gjëra. Tani vijen studiuesit grek, e na pjesin neve, po si keni arritur, ju të keni këto kur ne nuk i kishim. Është një gjë që disa herë me të vërtet, edhe që ditën vetë, se mos duket se i tetroj, se të eksageroj këto, por është e vërtet, që është e vërtet. Si keni mund edhe më falë një gjë do të them. Ka një rrezik në këtë. E kam parë sidomos kohët e fundit edhe në Shqipëri me të nuk di si ta them në Shqip, por po përhapen ide që janë gënjeshtra, shtrëmbërime. Nuk di si të i them. Mi prejardhjen e shqiptarëve, mi gjuhën më të vjetër, këto shenja, simbolizm. Jo, to janë gjëra që dëmtojnë kulturën shqiptare. E dëmtojnë seriozisht. Dhe duhet në një farë mënyrë që të mënjanohen këta njerëz nga prodhimi kulturor. Po si të njohin me pseudohistorianët? Në kuptimin e masivitetit, në kuptimin e dimensionit që marrit në rrjetet sociale, përmes veprave të tyre, si të arrijnë të kuptojnë që dikush nuk është sharlatan. Se të gjithë duam që Shqipja të jetë me vjetra në botë, por nuk ka kuptim. Me vjetra në botë, e pasaj? Po. Pasaj çfarë? Do më ti mendon se një Amerikan ose një Anglez merr vesh që ka një gjuhë që më e vjetër në botë, pasaj? A duhet të jemi më të kujdesshëm në media në mënyrën se këftojmë? Po, ajo patjetër, ka një problem të sharlatanëve, problemi i sharlatanëve nuk njihet. Ishte Umberto Eco. Në kohën e mediave kanë të gjithë të drejtë. Umberto Eco, famshëm që ishte një nga ata që kanë përkrahur përdorimin e mjeteve që sot kemi se teknologjisht të rëndomt, thomë shtu. Ai thoshte, shikoni se jemi në një kthes të rrezikshme. Domethënë, kur vinte budallai në një kafene, dhe thoshte budallaliqet e tija, të gjithë e merrnin e izolonin. Sot nuk është më ashtu, se kafeneja është botërore, nuk ka më kufi. Dhe edhe budallai, jo vetëm që thotë të drejtën, jo, kundërshton çmimin Nobel. Janë njësoj. Tani si ta bëj? Duhet fuqizuar universitetet, duhet fuqizuar rrjeti i trashëgimisë kulturore, domethënë shkollat, mediat, gazeta, duhet nuk e di italisht thuhet një kordone umbilikale, nuk e di si ta themi, duhet bërë një cintura di sicurezza, nuk di si ta them në Shqip. Një zinxhir sigurie. Po. Sepse në qoftë se ti nuk i izolon, nuk i largon, gjuha kosmike, gjuha pa çka dëgjuar. Ajo do përhapet. Është si një virus i keq. Ja, është me të vërtet tan sharlatanizma që u japin në duar të atyre që shqiptarët nuk i duan, armë për të kundërshtuar shqiptarët. Thënë ja, niveli i është. Unë dua, profesor, të mbyll me një pyetje që mund të duket personale, po unë dua ta di si jeni rritur juve dhe si keni rritur fëmijët. Jeni martuar me një vajzë arbëreshe, çfarë ndodh në familjen tuaj? Unë jam rritur në një familje arbëreshe, ku flitej vazhdimisht e normalisht arbërisht, domethënë gjuha ime është gjuha e nënës, dhe ka qenë zurata më e bukur që unë pata përveç jetës që më dhanë të dy prindrit, që pata ka prindrit e me. E thonë të me plot bindje, sepse të flasësh që në rinin më të hershme, 1, 2, 3 ose 10 gjuhë, është një pasuri që askush nuk mund ta heqë nga gjithë. Gjithë jetën. Jo vetëm aq, por nga studimet
janë kryer në fushën e neuropsikologjisë e në neurogjusis, tregojnë që zhvillimi mendor i fëmijëve është më i shpejt, më efikas se sa është ai atyre që janë plurilingvi, që flasin më shumë gjuhë, se sa ata që janë monogjuhë. Unë e kam mësuar me kohën, duke studiuar. Jam martuar me një vajzë arbëreshe të cilën dashurova që në Rini. Është me mbiemrin Skiro. Kemi ta ditjen dhe të tregoj vetëm një aspekt, një anekdot për të bërë të ditur që ishte metodologjia e mësimdhënies familjare. I me shoqe, kur fëmijat kishin nevojë të flinin gjuhë nuk donin, i këndonte këngë arbëreshe. I këndonte Konstantinin i Vogëlith, i këndonte ato këngë që u kishte mësuar, u fliste vazhdimisht arbërisht, me ne kam folur gjithmonë arbërisht, dhe fëmijat e mi flasin arbërisht. Kjo është një gjë edhe janë të bindur edhe ata që do të bëjnë të njëjtën gjë. Kjo është një nga ato mësime që ne kemi thithur pa studiuar. E kemi marrë shu si një tradit, do përdor një fjalë filozofike, ontologjike, do është pjesë konstitutive të mendimit tonë. Është si pjesa ADN-s edhe e genit. Nuk mund ta heqim. Ti do të çuditesh tani po të them se kam në një fokus me ndonjë 10 të huaj, që kojmë shtu nga Afrika, që flasin arbërisht. Është shumë e bukur kjo. A do të mundem të takoj unë nesër në orën e arbëreshve dhe një prej tyre? Do t'ishte është një ardhi që flet një arbërishte fantastike. Ka nga këta që së paku e kuptojnë, dikush e flet, për arsye bijetese kuptohet. Të sikur italiani, siciliani shkon në Gjermani, Dhe mëson gjermanisht. do ta mësosh gjermanishte, nuk bën pa gjermanishte. Është një arsye resiliente, si ta quajmë kështu. Këta kanë bërë të njëjtën gjë. Por është një gjë fantastike, por edhe shqiptarët që janë vendosur në fshatin tim, për shembull, flasin arbërisht, nuk flasin më shqipen. Dhe unë mundohem disa herë të i flasin në shqipe, ata më kthehen në arbërishte. Përveç gjuhës, cila është ajo që e konsideron si elementin më të bukur të kulturës arbëreshe? Për shembull, mua më ka bërë përshtypje në Montecilfone, mund të funi, që thuaj se e gjithë pjesa e Katundit ishte me murale ku tregohej historia e arbëreshve. Në detajet të vogla, diku një dasëm, diku element të tjerë të traditës, po më ka bërë shumë përshtypje se nuk e kam parë në asnjë vend tjetër. Janë vepra arti dhe duken përgëzuar për këtë aspekt. Kostumet janë shumë të bukura. Po, por problemi, rreziku më i madh se këto janë vepra që e bëjnë muze kulture. Des. Kultura e vërtet është ajo që është e gjallë, që ecë me këmbët e njerëzve, me trurin e njerëzve. Po e vëre në mur, i sikur ta vësh në muze. E kur e vëre në muze, është varre i një kulture. Kultura jonë ka qenë një kulturë e gjallë. Është një kulturë që duhet të trashëgohet, nuk duhet të ruhet. Ne nuk ishte vërtet Franco Altimari këtu ka të drejtë. Si ishte vërtet që arbëreshët kanë ruajtur. Kjo është një shprehje që nuk tregon të vërtet. Arbëreshët kanë trashëguar, kanë rinovuar kulturën e vet. E kjo është qish sekreti i vërtet. Tani, mund të zbukurojmë muret e një fshati që po boshatiset, po bëje. Për turistin që shkon buldi foto dhe ikën. Po pasaj, unë jam nga kjo pikpamje lidhur më shumë me vizionin që kanë antropologët. Edhe kulturat janë ato të gjalla, nuk janë ato që dorëzohen thjesht sepse ka një kulturë tjetër që është më fuqishme. Sot kuptohet me një sistem kulturor si që është krejtësisht i globalizuar, është vështirë të mbahet të kultura gjallë. Por rreziku sot është edhe ki, por për kulturat e vogla, por edhe shqipëria në vetvete është në rrezik.
Unë mendoj se sekreti më i rëndësishëm, domethënë ajo më e rëndësishmja është kjo kultura resiliencës, domethënë që qëndresës. Të kesh një qëndresë që është gati për të zhvilluar në diçka tjetër, të jetë në proces të vazhdueshëm. Është shumë e bukur kjo. Nuk mund të rish, kush ullet vdes. Pa ta vajin shumë. Po ullet vdes. Çfarë ndodh në universitete sot? Çfarë ndodh me gjuhën arbëreshe? Kemi një të ardhme të mirë? Kemi një të ardhme që duket në mjegu? Eksperienca jonë ka qenë të këto 25 vjet aktivitet pranë universitetit, universiteteve, sepse di katedrat albanologjike në Kalabri edhe në Palermo kanë qenë aktivitete binjake, me një bashkëpunim fantastik, që nuk ishte vetëm njerëzor, ishte edhe shkencor dhe projekti që kemi prezantuar sonte, që Alarico, është rezultati i një procesi studimor që ka 25 vjet. 25 vjet. Dhe ajo që më lë pak shumë në mëdishje, është situata jo e katedrave, por e të ardhmes universitetit në përgjithësi, sepse këto lëndë të vogla, si që janë gjuha shqipe, që në fund ta krahasosh me anglishtje, me frëngjishtje tjetër. Gjuhët nuk janë më një nga pjesët si ta theme kryesore në mësimdhënien universitare. Se gjuhët kushdo shkon në mëson gjetë. Mund të jetë një problem. Do a thash, ne i kemi bërë përpjekje për t'i dhënë mbështetjen më të plotë komuniteteve arbërishfolse aty ku koekzistojnë. Por kuptove që në qoftë mbilet, si mund të mbilet mësimdhënia në universitet, aty nuk ka më as kërkim shkencor në fushën e dialektologjisë arbëreshe, kulturës ose të antropologjisë arbëreshe. Shpresa jonë është që të vazhdojmë, prandaj unë kam një trashëgimtar më së i denjësh profesor Burga që ishte edhe shqiptar, i cili merret edhe me dialektet arbëreshe, me kulturën arbëreshe, tani ka 20 vjet që jeton këtu. Por problemi është për të ardhmen, për të rinjtë e të reja. Dhe kur flas për të ardhmen e të rinjtë e të rejave, nuk kam fjalën vetëm për mësimdhënien në universitet. Kam fjalën edhe për ata të rinjtë të reja që për arsye pune zhduken nga vendet ku kanë lindur, ku janë rritur, e shkojnë shvendosen në vende të tjera. Dhe bashkë me të basin edhe. Shpopullimi është një nga faktorët që ndikon me të ardhmen e komuniteteve arbëreshe. Është e vërtetë, është ajo qëndresa që i ka mbajtur 600 vite dhe atë nuk duhet ta humbasim asnjëherë. A diskutim. Shiko, është e vështirë? Është e vështirë deri kur nuk e konsideron si diçka që duhet bërë si detyrim. Si detyrim. Kur del nga zemra? Kur del nga zemra s'ka. Shiko, kur dëgjon njerëz që flasin për Skënderbeun siç flasin arbëreshët, jo shqiptarët, arbëreshët. Nuk e kanë ero kombëtar me shpatë në dorë dhe me kalle, me lufte, me to. Jo, e kanë si një pikë referimi për një identitet që i përkiste një periudhë të kaluar të historisë së tyre, por njëkohësisht ishte identifikimi që kishin me këtë person. Ose me të figurë, se është më korrekt. Nuk është luftëtare. Dhe shumë bukur që e keni ju, pavarësisht se duan të na i marrin, se edhe ato duan të na i marrin. Kemi të kaluar se duan të... Dhe ne duhet që ndrojmë dhe duhet ta kemi këtë qëndresën, është jone. Është jone. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirë se na erdhët, të shpresoj që të rikthehen në një herë tjetër. Do rikthehemi pa diskutim. Faleminderit.